Sara, nisim bashk, do më thua shku ka që në re fundit që e bërë me turp, kur ke ndjerë ndjesin e turpit? Shiko, Dhe për çfarë? Për çfarë? Në përgjithësi nuk para bëj veprime që të më turpërojnë, që të ndihem e turpëruar dhe jam shumë e kornizuar në veprimet që bëj apo gjërat që them që mos të kem këtë ballafaqimin me sikletin apo me stresin e të turpëruar. Që me thënë drejtën këto kohë nuk është kam bërë për të turpëruar fare. Po diçka që e ke parë vërdall në një rreth vicioz shqiptar ballkanik që ke thënë po kjo është e turpshme, kjo që sa po pash. Shiko, e di çfarë do specifikohet të turpshme faktin që ne nuk kontrollojmë shumë se për mënyrën se si flasim edhe se si atakojmë të tjerëve. Gjua që zgjedhim, mendoj që gjua kocka nuk ka, po kocka thyen dhe kjo mendoj që është pak në konotacionin e turpshëm sepse ti nuk mund të drejtohesh një njeriu aq vrazh dhe pa e njohur edhe të kesh të atakim ku njeriu që ke përballë ta bësh të ndihet keq, se në fund të ditës kur flasim me një individ duhet jemi shumë kujdesshëm se si flasim. Se kjo je pasaj edhe efektin. Meri, do më thuash ti kur e ke ndjerë herën e fundit diçka si të turpshme, ke thënë Ermal u bë too much, u mbush mo erdhi turpi u bë këmbë. Po, unë herë e pare kam ndjerë nga njerëzit nga aty në pjesën e shoqërisë time, daljen e parë në televizor mbas vdekjes së bashkëshortit. Nuk do të thotë gjë që rroba apo dalja televizive mund të thyej atë çka kam brenda unë. Pra, për ta nisur e për ta kuptuar, do me thënë, dalja të televizive u konceptua për disa 2-5 si vjen zorë kësaj turp të del në televizor. Po. Sepse një bashkëshorte, kur unë bashkëshortin, duhet të mbylli jetën, ciklin e jetës. Po. Kështu konceptohet? Kështu mendojnë ata, unë s'mendoj ashtu. Unë nuk kam turp se kam ndërgjegje. Dhe ndërgjegja me turpin janë shumë largë, se njeri që ka ndërgjegje, i bie që edhe në qoftë se bën një gabim, ka ndërgjegje, korrigjon gabimin. Kurse një person që s'ka ndërgjegje, E prisë këtë reagim që ata ta etiketonin si turp një dalje të në televizive? Në fakt më vjen keq që ka akoma njerëz kaq të vegjël në këtë botë kaq të madhe, kur ne duhet të nisemi nga parimet, që thot familja, rrethi shoqëror dhe pjesa unë duhet të vinte turp nga njerëzit e bashkëshortit, për shembull, po jo nga njerëz pa nivel. E quaj munges niveli këtë pjesë. Ç'është niveli edhe informacioni? Kur është bërë Briani me turp për herë të fundit? Pastaj do të hapem pak më gjërë në bisedë. Vite, dekada ndoshta, që në fillar. Turpi ishin nga ato emocionet që unë e kam procesuar dhe kam çliruar veten nga gjykimi i shoqërisë. Turpin vetvete çfarë është kur ne bëjmë diçka që shoqëria percepton si të ndaluar apo të pamoralshme. Dhe tu nis gjithçka? Është gjithë ky presioni i atyre për ne, për jetën tënde, time, të Sarës, të Merit? Bazuar tek vlerat që shoqëria i pranon si vlerat e duhura për të jetuar, pastaj çdo gjë që ne bëjmë që shkon kundër atyre vlerave mund të perceptohet si e turpshme. Po, unë shoh shumë veprime të turpshme në shoqëri që nuk perceptohen më si të turpshme, se çdo shoqëri ka ca vlera bazike të tipit sinqeriteti, drejtësia, mirësjellja, dhe në momenti kur ne shohim njerëz që vjedhin, që ofendojnë, që mos e këto janë modë, është qef i madh me vjedh në Shqipëri. Po nuk është trendi ore. Perceptohet as më si turp. Dhe kjo tregon që vlerat e shoqërisë kanë devijuar goxha. Është nga gjërat që të shqetëson, se nuk e dija e peskaletën apo erdhe teksa unë u bëra gati dhe lexove, sepse është një çështje shumë e ndjeshme kjo, që shumë gjëra tani po normalizohen. Ato që dikur ka qenë turp, po bëhen shumë të zakonshme, të thjeshta, hajduti lartësohet. Po ndryshon komplet rendi social i një gjëje normale? Po, ka ndryshuar. Ka ndryshuar dhe ka shumë faktorë që ndikojnë. Një nga faktorët është që ne kemi qenë shoqëri shumë e ndrydhur dhe kjo reflektohet dhe sot. Është një studim shumë interesant nga Gert Hofstede, ka krijuar 6 dimensione kulturore dhe studion shtetet për të parë si ndryshojnë kulturat. Shqipëria është një nga kulturat me vetëpërmbajtjen më të lartë, pra indulgjenca përkundrejt vetëpërmbajtjes është spektri dhe Shqipëria ka vetëpërmbajtjen më të lartë, është një nga shoqëritë më cinike, më pesimiste dhe që e lejon më pak veten që të dalë jashtë atyre barierave. Të paktën kështu është në letër. Ne sot të paktën më që citove letrën, se do të masakroj në komente. Nuk ishte ndjesia e Brianit se si vjen turp. Është bëri pa turpshmi, këmbkryq, modern, standard i ri, ka ndryshuar gjërat? Shiko, mendoj që në kohën që ka ardhur sot dhe me qa ne po shikojmë në të gjithë televizionet me që jemi në televizion. Shiko, e vetëm e gjë që mos na jetë baltë vetëm të ne, se mendoj që balta është e përbashkët. Jo, baltë e përgjithshme për një kazametja ti. Faleminderit, Rama. Po, e disi është, shiko, për te shakave, unë mendoj që
Të gjitha televizionet kanë zgjedhur që të nxjerrin pra nuk po flas specifikisht me individ apo ju që keni vite në karrierë që ke dëshirë të të hapësh televizionin dhe të dëgjosh ty kur flet. Po flas në përgjithësi, pra ata që ftojnë dhe kanë dëshirë që lajmi të bëhet skup mediatik me gjërat që janë të turpshme. Pra konotacionet dhe fjalët të turpshme. Pra ti thua që turpi sot po shet. Po shet, sepse është e vërtet që shet, se ti ke më interes kur shikon një klikim që ka një gjë që të ngjall kuriozitet se sa të dëgjosh mua apo themi një vajzë e mirë, një marë që unë ri korekte. Jo, po mund të sajojmë bashkë një shërë dhe themi Sara i thot Merit si së vjen turp kur ti fletit kështu. Titrat aty poshtë dhe shesin çdo gjë për mendimin tim dhe mendoj që është pak ndoshta do ndryshuar në disa. Dua pak të ndalim te ky që ta Briani, kur vi fëmijë të bëhemi prindër, familja është esenciale, shumë gjëra që kanë qenë për fëmirin ton turp sot s'janë më turp. Shiko, unë mendoj. Si e rrit një prind fëmijën ndaj turpit? Shiko, unë kam një djalë 2 vjeç. Ndaj të pyes. Po, ideja është që unë përpiqem që sot i mësoj Nohas që duhet të jetë shumë i kujdesshëm për mënyrën se si sillet, për mënyrën se si vepron. Pra ai është 2 vjeç dhe me aq sa botën që ai më kupton, unë dhe kur bën gabim i them Noha ke bër gabim, mami s'duhet ta bëjmë këtë se kjo nuk është e lejueshme. Në jargon ti thua mam kjo është turp, mam është e turpshme, pra sa është në aq sa kupton ti the, ai është shumë i vogël, po në kuptimin edhe të ndërgjegjës së si nën, si prind. Po patjetër, gabim duhet i thotë. Mendoj unë, mendoj është gabim, jo turp. I them turp se ai s'është bën gjatë të turpshme. Është ideja që i them mos është gabim kjo gjëja. Po që mendoj që edukata familjare ndikon shumë për mënyrën se si ne rritemi dhe se si ne zhvillohemi. Në një familje të shëndetshme ku babai me nënën luajnë një rol shumë të rëndësishëm në edukimin e fëmijës, absolutisht nuk mendoj që do dalësh nga rruga që të ka udhëhuar mamaja me babain dhe ti të dalësh dhe të bësh veprime të turpshme apo çmenduria se nuk i bën dot. Domethënë, unë për vete flas nga eksperiencë personale, jam rritur në një familje ku nuk na ka munguar gjë fatmirësisht Zotit dhe mbështetje shumë të madhe nga familja. Çfarë ka qenë turp në familjen tënde që ti e mban sot si vath në vesh? Edhe e ke të ngulitur që mami, babi kujdes Sara se kjo është turp. Po, shiko, babi im për shembull ka qenë nga ata prindër që nuk e ka pasur fare qejf që unë të dal natën. Një gjë që nuk e ka turp i madh, jo po, e di pse se thoshte që kur të rritesh, do t'i shikosh dhe i provosh gjërat se ti kur i vogël, sot i gjykoj dhe i them, ju s'më keni lënë të dalë, po më mirë kanë lënë që s'më kanë lënë, sepse unë sot kam kuptuar që veprimet që bëj sot i bëj me koshencë të plot, dhe nëse e bëj një gabim, dua ta bëj, jo se më merr dot tufa e shoqërisë dhe të më shtyt drejt gabimit. Po pak a shumë tek këto gjëra kemi qenë. Kemi qenë shumë të hapur, po, kemi qenë shumë të hapur, ne kemi udhëtuar me prindrit, me çdo gjë e kam provuar me babin tim, do të pish këtë ta je babi, do atë ta je babi, më thënë kemi qenë shok. Ka qenë shok, dhe mami dhe babi dhe po. Që mos mërzitët gjysma tjetër e shtëpisë. E rregullojmë politikën. Miri, ka shumë rëndësi se si turpi përdoret në familje mes fëmijëve, mes bashkëshortit, bashkëshortes, kjo është turp, mos e bëj atë gjën e turpshme. Si jemi rritur ne me këtë kontekstin mos, apo bot keqës është turp? Me thënë drejtën kështu jam rritur unë nga nëna ime, se unë në fshat jam lindur, edhe nëna mendonte për shembull në qoftë se unë do vishja një fustan të shkurtër, më thoshte mos e është turp, se jetojmë në fshat edhe të gjykojnë. Kurse unë isha e civilizuar, se në atë kohë kam qenë volejboliste, bile asnjëherë më kam bërë dhe flet trufe, pse më bëra një veshje e sajova, se më jepej të qepja. Se turp po mirë vazhdon dhe thua në ekran. Mora thesin zhak. Mora thesin zhak, se ishim fukarënj, të varfër ishim, nuk na blinte dot nëna fustan, nëse ishim shumë fëmijë, edhe unë e bëra atë, edhe kur gjeta dhe fletrufen tek mëni i fshati, do me thënë, se e bëra atë me spaleta, i vesha komça, preva një nga ato grafit që bën të babaj nga mushkrit, e kupton, kështu që, kurse unë sot nuk mund t'i them fëmijës ti po bën turp, unë i them fëmijës që mos e bëj këtë gabim qoftë se e ka bërë, se ky është gabim, nuk ka turp për gabimin. Duhet t'i flasësh mendjes që të mos bësh gabime. Mendon se gjithë çështja ka qenë te komshia përballë te ajo çfarë mendon komshia, komshin, kur flas në varësi që ne kemi pasur dhe kemi ndoshta nga opinionet, komentet e tjerëve. Pra ne kemi pasur turp se çfarë mendon Sara dhe burri Sarës, se çfarë mendon ti. Pajtohem me Sarën që tha për babain e vet nuk ka qenë shumë, do me thënë një pikë është përmbajtur, kurse unë kam një parim edhe në loboj, edhe në shoqëri dhe te fëmijët. Unë nuk shikoj se çfarë thon të tjerët, se po mendove çfarë thanë të tjerët, ti, çfarë të them unë, vri veten më mirë. Do me thënë, nuk bën dot asnjë gjë, asnjë hap në jetën tënde nuk bën dot
qa tha Ermali, qa tha Sara, po Po, në ekran duket e thënë bukur për janë, apo në Tiranë, po ka ende ngjarje të tmerrshme të kronikës së zezë që lidhen me mentalitetin, me çështjen e gjinore, një grua s'duhet ta bëj, ka pasur në vrasje ngjarje makabre. E vuajnë në rrethet akoma më shumë këtë diskutimin e turpit, të moralit, të dinjitetit? Po e vuajnë, po kjo është ajo që ndodh kur nuk e një busull të brendshme vlerash, e cila drejton dhe ke gjithmonë hallin çfarë do thot komshiu apo çfarë do thot shoqëria dhe fillon dhe pastaj quan një veprim të vogël jashtë kornizave, quan ulje dinjiteti dhe mund të përfundoj deri në vrasje. Nuk jam shumë dakord, unë jam më tepër me këtë që për sa kohë që busulla vjen nga brenda dhe ke disa vlera bazë që ti po përmbahesh dhe po jeton në bazë të atyre, nuk ka rëndësi se çfarë thot shoqëria, sepse Pra ti mendon që kemi shpëtuar nga varësia se çfarë thot dhe mendon shoqëria? Jo, nuk kemi shpëtuar, absolutisht. Vazhdon është presioni, por thjesht është pak më i vogël, do thënë unë. Presioni është më i rënd, më i fuqishëm, më pezant, presion më shumë te gruaja se sa te burri, pra shumë gjëra për një femër sot janë turp, për një mashkull janë krenari, janë qef, janë burrëri. Kështu ka qenë gjithmonë, kjo nuk ka ndryshuar shumë, unë mendoj ka ndryshuar më tepër te brezat. Brezat e rinj nga rebelizmi që kanë pasur drejt sistemit vjetër dhe mënyrës se si janë ndërtuar gjërat, tani e kanë lëshuar fare. Nëse para 20-30 vitesh ishte shumë më shtrënguar situata dhe çdo gjë ishte turp, tani ata nga rebelizmi thonë asgjë nuk është më turp. Dhe kjo tendenca për të provuar të gjitha se është moderne, kemi përqafuar modernitetin kaq shpejt, kemi përqafuar më shumë se ç'duhet, po. Një gjë që të ka përqafuar shoqëria që ti s'ke qenë dakord që ata e kanë përqafuar si moderne, ti thua Ermal, u bë pak si e jashtëzakonshme për të qenë normale. Se di, ka goxha gjëra. Që lidhen me seksualitetin, që lidhen me jetën e shfrenuar, me qefet e mbrëmjes. Çfarë mendon që është përqafuar shumë shpejt dhe ka rrëzuar këtë turpin e madh publik? Jetë e natës, këto qefet e shfrenuara, konsumimi substancave alkooli apo dhe substanca ilegale, këto janë bërë trend tani. Dhe janë një diçka që nuk është më turp me u marrë me këto. Jo, nuk është më turp, është bërë pjesë e modernes. Sara, ky vrapimi për që sa më modern na ka bërë këtë bumerangun brapsht, e ke ndjerë mes gocave paritur në këtë moment që të ke ndërtuar familjen tënde, po ka një dëshirë për të bërë modern me ca gjëra që deri dje ishin të pakonceptuara? Është shumë e vërtet, edhe për të folur dhe për të thënë dhe diçka tjetër që unë sot ndodhem në një situatë ku ky bumi mediatik që nga situatat që kam pasur me vlajnë, nuk kam korniza për ta përmendur as vlajnë as reality. Për shkak të kejsit që kemi qenë aty, do me thënë shumë bum negativitet, po absolutisht mirë, po flas për atë negative se të mirën e presim të gjithë, po ka qenë shumë e zjarrt sepse njerëzit bëhen tifozë dhe kjo gjëja impakton te familja, ke të gjithë, por mendoj që unë nuk pra një veprim ose jo i mirë, se s'po hym për ta gjykuar kesin, është atakuar ndaj teje. Pra ke marrë ti nofkën e motrës së tij dhe të këqijat e këtij, nëse mund të quhen kështu, të kanë kaluar ty. Patjetër nuk diskutoj, do të thënë, dhe mua më vjen keq vërtet sepse njerëzit pa na njohur dalin në konkluzionin që ne jemi kështu dhe ne jemi ashtu. Ndërkohë që ti nuk më njeh fare se si jam. Po s'më peve, po nuk foli me mua, nga do e dish se si jam unë. Mua nuk më interesojnë fare. Nuk i kam parë kurrë dhe nuk vazhdoj të merrem asnjëherë me komente. Po sa të ka ardhur me tu, nuk skurton, po si erdhi turpa ti kesit, la njërin mori tjetrën, e ndau njërin e mori tjetrën. Mua si su vjen zor njerëz si familje, si e lejoni këtë gjë. Shikoj, keni jeni Terezjasin jo, deri tute unë edhe duket Sara e mirë, po si su vjen turp. Po si s'ke turp ti mi Sara, ti nuk ke turp fare që del tu edhe dëgjoj. Mua nuk ka ardhur kurrë turp, se nuk besoj që absolutisht, jo vetëm Casey, por çdo individ që është aty brenda nuk besoj se bëjnë gjëra për të bërë turpe të mëdha. Turpi i madh për mua janë që prekin cënojnë familjen, cënojnë individin, cënojnë ty, po këto janë turpe për mua, po jo gjërat që janë show televizive dhe janë gjëra që ndodhin në jetën e përditshme. Po si është ky kurthi për të shpëtuar ti nga kjo guaska? Pra nëse ti se më pëlqeu, kur ne tani të etiketojmë ty si pjesë e turpit të vllajë, si shpëton? Sa sforcohesh ti për të na bindur që dëgjoj se unë nuk jam pjesë e kësaj valle që i takon vllajt tim? Shiko Saren, medaljet që unë kam bërë absolutisht i kam treguar që unë kam opinionin tim edhe nuk diskutohet që atë që mendoj do ta them. Por unë vazhdimisht them dhe ua shpjegoj të gjithë njerëzit që Casey s'ka bërë asnjë turp. Kjo që ka bërë Casey është gjë shumë normale, se ti dhe në jetën normale ke një situatë ku njihesh me dikë dhe pastaj ndodh që njihesh me dikë tjetër, po këto nuk janë turpe, nuk mendoj që ne duhet i specifikojmë si fjalë turp. Edhe absolutisht unë nuk kam turp fare. Nuk kam breza, nuk kam një njohje. S'ka dashuri
as të parë dhe as të fundit. E kupton, kështu që unë pajtoj me Kesin edhe ai. Ke pajtuar shumë herë me Sarën, apo edhe me Kesin? Me Sarën dhe Kesin. Edhe me Kesin. Në atë vorbull njerëzish ka jetuar, edhe ai duhet shumë për të gjykuar qa do bëj për të ardhme, se aty është një show televiziv që mund të rëndoj, mund të mbash show-un tim, po nuk mund të mbash në ndërgjegje që ti e bëre për show atë dhe do me thënë... Mirë, e ke ndjerti që ne flasim për turpin, gjykojmë Sarën që s'ka turp, Ermalin që s'ka turp, dhe ndërkohë zhytemi më shumë në turp, pra themi mos dhemi të parët që bëjmë gjërat që janë jo normale, ka një hipokrizi për ta masakru Sarën dhe Ermalin, ndërkohë që ata janë të parët që zhyten në turp? Këtë e bëjnë, zakonisht e bëjnë politikanët, jo neve. E kupton se ata kanë krijuar imunitet ndaj turpit dhe neve kemi turp ndaj tyre, e kupton? Për shembull, po marr një rast, vinë, kërkojnë votën, bëjnë të pramundurën, bëjnë show të madh si... Edhe kur vjen puna nuk na thonë, ç'a kërkoni ju? Se që jemi ne këtu, jeni ju aty, ç'a kërkoni ju? Ne kemi turp të themi ç'a kërkojmë. Edhe ata s'kan turp, na kërkojnë se ç'a duam ne. Ky është një... Bëhet show i madh me emrin turp publik pastaj. Po. Ti ke punuar dhe me gratë, edhe ke qenë e ke ndarë historira, e vuan një grua sot më shumë se sa një burr turpin? Sigurisht, gruaja gjithmonë e vuan turpin, një grua bën vrasje, gjykohet ajo grua. Nuk e din njerëzit për çfarë ka bërë vrasjen, se të vrasësh burrin është diçka madhore. Kurse një burr që vret gra është, domethënë mirja bëri. Pse mirja bëri? E kupton? Është disniveli i njerëzve që gjykojnë, kurse unë nuk jam, nuk gjykojnë atë disnivel. Unë them ka një arsye të fortë kjo gruaja që e ka vrarë burrin. Ne ke ndjer me zgrave të dënuara që e kanë vuajtur akoma shumë fish të peshën se bëri turp se vrau pa e ditur. Patjetër i ka braktisur familja, kurse një burr nuk e braktis familja. Ç'a do lloj burgu që bëjnë ato edhe për një çështje ordinere, gruaja braktiset, kurse burrit jo, i shërbehet deri në fund. Kjo është një dhimbje për mua. Tënde ka pasur raste që janë vrarë nga turpi apo kanë vrarë nga turpi, ka qenë turpi faktor, pra presioni social i mentalitetit. Ka pasur histori që të kanë shokuar në këtë drejtim, që për shkak të mentalitetit dhe turpit ka shkuar... Po sigurisht, shiko, edhe në një vrasje që ka gjetur bashkëshorten, njërën nga ato vajzat e kanë pas në burg, problemi që ndronë që njerëzit gjykojnë që pse e vrau, po a i thot bëra mirë që e vrava, e kupton? Këtu që nuk gjendet e drejta në njëherë në Shqipëri, se kush kishte faja po kishte. Mirë është, a i që tradhton të marri rrugën e vetë, a i që pse duhet të vrite dikush se tradhtoj gruaja apo tradhtoj burri. E kupton, disniveli këtu arrin kulmin, do me thënë vetet e plumbi. Lëre, jeta vazhdojnë për të gjithë. Mirë i përmëndi Fletrufe, Brian, ne si kemi jetuar dhe për fatë si kemi jetuar, po është bërë sot Fletrufe Instagrami, një koment, një bullizim online, ka ndryshuar format ndaj qasis, ndaj tjetrit? Ka ndryshuar dhe online, ne i shohim njerëzit që janë shumë të hapur të japin mendimin e tyre, të gjykojnë, të etiketojnë, të shpërndajnë urrejtje, sepse shpesh herë e bëjnë dhe në mënyrë anonime dhe u jep mundësinë anonimiteti që të kenë guximin tonë gjëra që live ndoshta nuk do t'i thonin. Janë normale këto, po thjesht në momentin që ti ndërton një barierë dhe as nuk i lexon fare komentet apo nuk ndikohesh nga ajo, është shumë e thjeshtë që të vazhdosh të bësh atë që ke për të bërë dhe mos ta vrasësh shumë mendjen. Në fund të ditës, edhe këta njerëzit që gjykojnë apo hedhin helm apo urrejtje në rrjetet sociale, nëpër komente, janë njerëz që thellë brenda vetes mund të jenë duke vuajtur, nuk e kanë personale me ty, kanë diçka me veten apo kanë një bagazh emocional të mbartur që thjesht po e derdhin aty në komente, kështu që... Po, nuk e kam vetëm te komentet, e kam edhe te ekspozimi. Ka Mjeri ti i bëre 27, mbaj mend që më ftove te ditëlindja jote, po flas për gra mbi 40-50 që kanë hapur Instagram, që bëjnë në mendsinë e tyre dalje të pafundme, njerëzit thonë si vjen turp, asaj që kërcen, si vjen turp, asaj që jep mendime. Ka një stereotip për ta etiketuar si turp një veprim të një zonje në 60 që hap një Instagram? Po patjetër, çdo gjë që është jashtë normale, se tham, do etiketohet si turp nga dikush. Është jo normale që një zonjë 60 vjeçare të hapi një faqe Instagram, një të komentojë, të kërcejë? Normale, për shoqërinë shqiptare, se në Amerikë nuk funksionon kështu. Për shoqërinë shqiptare është që Instagrami është për të rinjt. Rrjetet sociale janë për të rinj. Në momentin që shohim
Djali im të postoj, unë mos të postoj asnjë gjë. Jo, Meri, besoj e ke kuptuar dhe e ke ndjerë kur thonë si vjen turp Merit, Po di, marr pra, asnjë e di. që kërcen në Instagram, që komenton në Instagram, ka shumë zonja të dashura virale që janë bërë Kanë jetën e tyre të bëjnë çfarë të bëjnë në duan. Instagram, po komentet janë si vjen turp. Kjo është nënë e tre Njerëzit fëmijëve. që s'kan punë dhe ndihen inferior për atë jetën që bën ajo, vazhdojnë të shkruajnë, të shajnë, të bullizojnë. Problemi këtu qëndron, nuk qëndron tek ajo që kërcen, qëndron tek ajo që e vuan edhe shan atë grua. Kështu mendoj unë. Sara, si vjen turp, ka një etiketim për moshën e tretë, nëse mund të jem korrekt kështu, që ata bëjnë diçka online, Instagram, në TikTok ke shumë gra, sidomos nga ju ku më kanë asisur shpesh të shkrim me batutat, që njerëzit tonë, pas si vjen turp, kjo duhet merret me punë të shtëpisë, të merret me burrin, jo mos lërinam se si gatuajnë, ka shumë gra që tregojnë videot si bëhet një gjellë, një tavë me patate, ku ta di unë. Shiko, këto që thua ti, unë jam shumë dakord. Unë jam pak jo patriarkale në mendim, se jam shumë e hapur gjatë për gjërat e reja, por çfarë kam vënë re është që njerëzit duan të bëhen të famshëm se s'bën. Jo të famshëm, Po thua edhe për moshën e tretë, se moshën tonë po e përjashtojmë. Është surprizë që një zonjë 60 vjeçare të bëhet virale? Se ta përjashtojmë moshën tonë, kjo ndodh edhe me adoleshentët. Jo, po them po përjashtoj se të gjithë kanë Instagram në moshën tonë. Ja të shpjegoj pak mendimin. Unë mendoj që... Këzo bë gati Brianit na sulmoj tani, e kisha të... sulmë mo! Dëgjoj. Ka marrë imunitet tuaj. Dëgjoj, ideja është që mendoj që brenda kornizave të etikës ku ne jetojmë, pra mos të harrojmë nga vim, mos të harrojmë se ku jetojmë dhe cilët njerëz jemi. Unë jam shumë dakord që një zonjë në moshën 60 vjeç të ketë një Instagram, patjetër, ajo mund ta ketë këtë si mjet komunikimi për të folur me një kushëri, me një njeri të saj, me një shoqë që e ka pasur për vitesh, por nuk është takuar kurrë. Pra ndihmon në rrjetet sociale për të kaluar në këtë nivel. Por Ka një por të madh. Ulen dritat, muzika ndizet, pra ti nuk je dakord me ekspozimin e saj viral? Nuk jam dakord për ekspozim të shëmtuar. Çfarë bën një zonjë të shëmtuar për në Instagram? Jam shumë dakord kur shikoj një zonjë që flet, jep një mendim, apo ku diun tregon diçka për jetën e saj, po e bukur. Tani nuk është e bukur të shikosh një grua në moshë 65 vjeç kusur që vetë kërcen si jo hishëm, jo. Po Miri ta dha përgjigjen, çfarë të bëjmë ta të rinë që të japus gjumit? Po me është. Jo, e kisha për rrjetet sociale, edhe unë për postimet, për Meri është zonjë, pra po flas që më pëlqen që të shikoj një zonjë ku tregon patjetër çka ka gatuar. Pra po ajo që kërcen Sara mund të jetë zonjë në zonjë llikun e vet. Jo, shiko sa ato çka po shikojmë nëpër TikTok e nëpër Instagram, dalin ca video që janë skandaloze, më beso që është skëterr ajo çka shef aty. Ai dalin me bluza jo të hishme, me të lutem, nuk është as e bukur. Me bukra është se ajo me like dhe në qoftë se në një postim në rrjetet sociale bëj një gabim autografik, çikosh ti fillojnë, ti di të shkruash libër, ti shi sa gabime se nganjëherë nga nxitimi të kap ajo tastiera. Po çështja e gjuhës shqipe pastaj bëhet na mamazie. Ske turpe s'bën gjëra na më të ndryshme. Mendoj që është i ka, për mos përdor fjalën, i ka prishur sistemin pak rrjetet sociale, mendoj që i ka bërë njerëzit të hyjnë në një botë virtuale ku dëshira për të bërë dhe për të qenë in gjatë gjithë kohës është bërë më shumë dhe më e tepruar se ç'duhet. Ja prit se Briani mori frym të saj. Brian, çfarë nuk të pëlqen këtu diskurs apo? Mora frym sepse ne si shoqëri në përgjithësi, jo vetëm Shqipëri, po kudo në botë njerëzit kanë tendencën që të jenë selektiv në gjykimin e tyre. Nëse e bën një plak është turp, nëse e bën një i ri nuk është turp. Unë mendoj që në momentin që ne nisemi gjykojmë dhe përpiqemi të përcaktojmë çfarë është turp apo jo, duhet nisemi pikë së pari nga qëllimi që personi ka dhe të futemi në këpucët e personit. Nëse mund të jetë një plak që po kërcen, pse është turp nëse kërcen plaka, apo nëse del plaka me një veshje pak më të ekspozuar dhe kur e bën një adoleshente nuk është turp. Jo, në optikën tënde mund të jetë okay. Unë prandaj kam të treve se ajo që unë përdor zakonisht në momentin që bëj një gjykim është nis ky person nga një busull e brendshme, po kthem prapë te busulla sepse ka shumë rëndësi, apo e bëjmë që të dukemi mirë në shoqëri, që të marrim famë dhe të na pëlqejnë të tjerë. Ke hedhur busull disa herë gjatë emisionit. Nëse do kërcente mami, tezja, halla jote në këtë formë në Instagram, do ndihesh akomod? Ka pasur raste kur e ndjer siklet me një postim të prindërve ose moshatarëve të gjashtë? Nuk jam ndjer në siklet sepse prindrit e mi nuk kanë dalë kurrë nga identiteti i tyre, nga ata që ata janë vërtet, nga vlerat e tyre,
për të dukur mirë në sytë shoqërisë, apo për të marrë famë, apo për të marrë Po nëse do ishin në këtë kontekst, po flasim. Dhe nëse ata do kishin një karakter tillë, nëse do ishin kanë qeft kërcejnë, më do dalin do kërcejnë në... Ti si ke thënë asnjëherë mamit, babit, nëse ke një koment, vdek mama për ty, vdek baba për ty, hiqe komentin, bëj komentin. Absolutisht jo. Sa i shikon ata në prezencën tënde online, në mediat e tua online? Ata kanë stilin e tyre dhe për sa kohë që janë vetvetja dhe shfaqin veten e tyre në nuk bën diferenca apo problem për ty. Nuk ka rëndësi çfarë do thonë njerëzit, është turp, apo doli foto me mamin, apo i tha mami shpirti zemra. Këto Jo, janë... për mua këto nuk janë gjëra të absolutisht, se më mirë se sa të kesh familje. Ja, ta pes pak mirë, se nduri pak mirë. Po edhe ato që dalin kërcejnë. Ço problemi ka nëse identiteti i tyre është i tillë? Jo, nuk e kam, shiko Sara, nuk e kam ke një... Tani do na tregosh kë video ke parë që ta ndaj mendjen, ose dyshe do grindemi. Video në TikTok ka ca video të shtuara. Realitetin, unë nuk jam dakord që një 15 vjeçare të bëj gjëra që nuk duhen bërë për një 15 vjeçare. As kjo nuk më pëlqen. Përkundrazi jam shumë kundra këtyre gjërave që bërtasin dhe ulërasin. Po ja, për shembull, sa normale duken ty që ke video fëmijësh që bëjnë twerk? Nuk më duket normale. Dhe prindër që i thonë fëmijëve të bëjnë twerk, se shkon virale video. Unë e quaj shumë të bukur këtë gjë, kur vjen nga një balerin, një fëmijë që është 15 vjeç në balet. Apo fëmijë që bëjnë get ready with me, make-up, tutoriale. Shiko, tutorial nuk është një gjë e shëmtuar dhe asnjë gjë turp, se në fund ditës... Edhe nëse është 12 vjeç ajo vajza. Shiko, jo, dakord, më dëgjoj Sarën, tutoriali është gjë tjetër, të bësh një tutorial make-upi është gjë tjetër dhe të bësh një... Që është okay për ty, nuk është turp, nuk është skandaloze. Jo, nuk është turp, nuk është skandaloze të bësh make-up, sepse ç'a ndodh, fëmijët sot janë rritur, kanë parë gjëra që kanë dëshirë për të bërë. Ajo për ta bërë një get ready with me 20 jam dakord që një fëmijë 12 vjeç të lyhet, por flasim për këtë kohë që ndodhemi sot dhe për këta fëmijë që kemi ne sot, se unë kam dhe një after school për fëmijë dhe i kuptoj shumë mirë botën e fëmijëve. Më besoj që është më mirë që ata tregoj atë gjën ku prindi e shikon, e vëre, është gjatë gjithë kohës aty me fëmijën se çfarë rrugtimi do të ndjekë, se kjo gjë mund t'i kthehet edhe në një punë nesër pas nesër. Jo, po kjo gjë që ne po përplasemi, ndoshta mirë tregon dhe se si gjërat kanë evoluar. Pra nëse për nënën tënde ishte turp të vishet një fustan, për Sarën nuk është turp dhe s'ka si të keqe që fëmijët bëjnë një get ready with me apo një tutorial në Instagram. Si shikon këto tendencat e prindërve për t'i turrur fëmijët ndaj mediave sociale, për të bërë video me ta? Unë thash twerk, po ka her pas here video të çuditshme edhe të fëmijëve. Shiko, këtu ishte ajo që njerëzit merren me atë shkronjën që thash unë, që unë kam bërë një gabim autografik dhe njerëzit bëjnë gjëra të çuditshme për të mbajtur lik, për të marrë like më shumë, apo që është bërë dhe mënyrë lufta e like-eve dhe kush merr më shumë. Tani unë nuk do lejoja, për shembull, që mbesa ime ta bënte atë, se kam dy mbesa. Mbesa është 5 vjeç, për shembull, ka diçka të bukur tjetër për të bërë. Pse duhet të vejte tualeti, për shembull? E kupton që e kam maman dhe parukiere dhe unë e shoh nusen që edhe më pëlqen që nuk... Dhe ti ndërhyn në këtë rast si nëna i thua të keqen gocë mos e mëso ka qeret me tualet, me make-up, si është raporti për ta ndaluar këtë presion? Ajo nuk e lejon vetë dhe mua më pëlqen, e them bravo Elena që nuk ja lë ti prishi make-upet kota, po ka diçka tjetër për të bërë ai fëmijë. Ndaj këtu është ai geni familjar që drejtimi i fëmijës nuk do merret tek ajo video. Do me thënë, ti do bësh diçka tjetër tek ajo autoskolla që ka goca këtu, që të marri drejtim fëmijën dhe të marri atë që do në fund. Pre të marrësh lek sot nga i fëmiti? Ti jo, ti do japësh lek që të blesh investimin. Ka shumë prindër që marrin lek nga menaxhimi dhe ekspozimi i fëmijëve në mediat sociale. Po, janë të pakt këta. Këta janë të pakt, nuk janë të shumë, ë? Ke shumë mirë. Të tregoj unë disa një listë pafund me influencer që përdorin fëmijët dhe jetojnë nga përdorimi i fëmijëve në mediat sociale. Po, dakord, po. Se ti ku jeton ti, po nesër do të çojë në disa vende e përballë. Kemi dy standarde tani Brian, gjërat po standardizohen, ka një hipokrizi andej pro këtej kundër. Ka hipokrizi, thash, njerëzit janë selektiv, përgjithësi mendoj shikoj qëllimin, pse bëhet gjëja dhe jo domosdoshmërisht veprimi. Në këtë rastin e fëmijëve, me sa kuptova, nuk e justifikon përdorimin e tyre apo ekspozimin e tyre? Jo, sepse qëllimi është që hajde marrim famë nga fëmia, që të përdorim fëmijën për famë, absolutisht jo, s'jam dakord. Nëse fëmia shfaq një pasion të një forme caktuar dhe e gjen mediat sociale si kanal për ta ekspozuar këtë pasion, sepse ai ka dëshirë ta bëjë, jo që të marri famë që pastaj të bindojnë lek, atëherë po, mund të konsiderohet si eksplorim, po gjithmonë
brenda kornizave të qenurit fëmijë, sepse nuk mundet një fëmijë tani të dali të bëj të kërcej, të bëj twerk apo fëmija 9 vjeç apo 10 vjeç nuk jam dakord që dali dhe të bëj make-up, ndërkohë që akoma nuk i është formuar trupi, imazhi, fytyra dhe del dhe bën make-up. Për mua është pak egzageruar. Mund të them vetëm diçka Jo, të vogël? të thuash ti e morën vesh pro make-upit. Jo, nuk është thjesht e pro make-upit. Unë për shembull Noan e fus në videot e mia. Për shembull, Noa është 2 vjeç dhe është fëmijë që e ka qef. E kuptoj që e ka qef fotografinë, është fëmijë që ka qef vëmendje. Ti apo do ti ta kuptosh sikur ai e ka qef? Jo, është e vërtet kjo gjë, se e shikoj që edhe kur shikon veten, e ka shumë qef kur e shikon veten në videot që ne postojmë familjare, se unë jam shumë e kujdesshme për mënyrën se si e nxjerr Noan në prezantim në për Instagramin, sepse absolutisht që duhet me qenë shumë të kujdesshëm për fëmijën, se sa e dua unë besoj se gjatë ti e ke ekspozuar, sa do të kujdesesh. Patjetër që e kam të ekspozuar, se njerëzit edhe sot na shohin, dhe në rrugë ma shohin Noan, unë se fsheh dot në inkubator ta la aty, Jo, mos po ta shoh ama nëse reklamon në një platformë digjitale me ndjekës pafund, nuk është e njëjtë me atë të pesë rrugës. Çfarë ndodh? Kjo gjë i hap dyer fëmijëve si Noa që kanë dëshirë, po themi nesër pas nesër, jo Noa që është 2 vjeç, po unë kam dëshirë që Noa të ndjekë artet. Unë vetë kam bërë Akademinë e Arteve dhe pse jo? E shikoj që Noa është fëmijë që e ka dëshirë. Pra ti e shikoj si një indice në perspektivë. Patjetër për perspektivë, sepse sot Do jetojmë në të këtë botë. Kur të vi koha ta vendosë ai vetë çfarë do? Absolutisht që do ta Dhe jo t'ja imponosh vendosë 2 vjeç. Unë s'do t'ja imponoj, kjo nuk është imponim. Nëse ai nuk do ta bëj një gjë, unë nuk i them hajde me zor bëje këtu se do mami. Pra, por, shiko, në botën që ne jetojmë sot dhe në kohën ku ne jetojmë, prekja e futja e fëmijëve si në sporte, si në për aktivitete, që në moshë të vogël, e mëson dhe e disiplinon atë fëmijë për të qenë sa më i rregullt nesër pas nesër. Po nëse ne se provojmë në disa fusha, as ai vetë nuk do ta di se ku. Problemi është nëse ti e mëson çunin që tani 2 vjeç, me këtë presionin e të qenit sa më bukur, sa më nice, i veshur sa më mirë, të dali sa më simpatik, ai do të ketë presionin gjatë gjithë kohës për të qenë perfekt, më i miri, më i bukur, më i sjellshëm. Afullore deri këtu, s'ka lidhje fare. Jo, unë nuk e kuroj Noan me qenë se po del një foto me mamin. Se kam rastin tënd, dola nga rasti jot. Flas duke i përfshirë fëmijët, ti dashje pa dashje i fut në një garë që të vegjël, që të jesh më i mirë se gocë e Merit, se çuni Brianit apo Jermalit. Absolutisht. Shiko Sara, ne mund të marrim edhe faktin që ndodhin kompeticione Talent show. Talent show për fëmijë të vegjël. Pra po dalë ka i 12 vjeçari që do dali dhe do lyhet, s'ka ku shkon. Në ekran do lyesh për qenë pak më... A është shëndetshme për një fëmijë të vëri make-up në fytyrë? Por nuk ka asnjë gjë se nuk është se ja prish fytyrën. Çështja e talent show do bëj një temë tjetër, se edhe kjo është një temë pastaj me shumë shashka dhe bomba. Do më thuash Meri sot çfarë është turp për ty dhe toka me qiellin bashkohet, le të ngrihet e malit bëj protesta, ti thua zemra kjo është turp dhe pikë. Unë i them vete sot që s'kam turp të bëj gjërat që dua, pavarësisht se më gjykon Ermali apo jo. E kupton? Edhe fëmijët. Por ama një gjë e shikon ende të turpshme, çfarë bën sot për ty diçka? Paragjykimi të tjerëve i shoqërisë është ai që krijon barriera, domethënë s'më lë mua të lirë, lirin gjithmonë e kufizon turpi. Domethënë, edhe ne kemi turp në të tjerët. Çfarë thon të tjerët, çfarë bëjnë të tjerët? Brian, ke diçka që ti nuk toleron sot thua turp? Vazhdon je i bindur absolut që një sjellje e caktuar është turp? Do më japësh një rast çfarë është për filtrin tënd, busullën tënde turp sot? Do të t'jap një rast konkret dhe një princip. Okej. Principi është turp është të mos bësh gjën që do me shpirt, se ke frikë çfarë do thonë njerëzit e tjerë. Okej. Qëndrojmë prapë në këtë që të flasim për busullën. Pastaj një rast specifik çfarë është për mua turp? Për mua turp është të shtrëmbëroj vetëm vlerat e mia në çfarë do lloj forme për të pëlqyer, për të marrë më shumë klikime. Për shembull, të marr një rast, turp është që unë të dal në ekran dhe të bëhem karagjoz, thjesht sepse pëlqejnë njerëzit. Pra meqense njerëzit sot shohim trendet në rrjetet sociale që pëlqejnë kur ti bësh clown, njerëzve të tjerë që unë të dalë dhe të bëhem clown, pse? Thjesht sepse e di që do marrë më shumë klikime. Nëse bëj unë këtë, ti e etiketon të turpshme nga ana ime? Jo, nëse ti e ken karakter këtë gjë. E kuptova. Pra e li gjithmonë me karakterin, me ADN-n dhe ndjesin, kostumin, zyrtar të dikujt i shkon. E kuptova. Dhe shumë mirë ta bëj. Okej. Do më thuash një gjë konkrete që për ty s'ka kompromis, çfarë është turp për ty? Për mua imoraliteti brenda familjes është turp. Okej. Do me ku preket dhe cënohet familja, për mua aty është turp më i madh. Pjesa tjetër janë gjëra që kalojnë. Do më thuash nëse je dakord apo jo, Sara, kemi disa shprehje, nis të parën me Sarën, lexojmë në një galerë tu, do t'ja lexoj edhe unë, ju shikoni këtu, më thuaj nëse je dakord ose jo. Sa më shumë turp ndjen në shoqëri, aq më pak guxon të ndryshojë
Shumë e vërtetë është. Ne jemi shoqëri patriarkale, jemi shoqëri që maskiliste. 2006? Vazhdojmë jemi shoqëri maskiliste. Dhe mendoj që është shoqëria ndikohet nga turpi, pra siç kemi folur gjithë. Nga kjo disja masive, nga turma e turpit, po them. Turma e turpit, ku njerëzit ta bëjnë me gishtë në rrugë dhe ti specifikor se ke bërë një turp, se mali mendojnë që unë kam bërë turp. Dhe mendoj që po, është... Kemi filluar të ndryshojmë, ka një kështu tërmet të vogël, apo akoma jemi? Kemi filluar, jemi përpjekur të ndryshojmë, të evolojmë dhe të marrim gjërat që të tjetrit të thotë, mos ti fusim fare brenda vetes tonë, por që pa dashur, ne kemi familjar dhe ndosa unë se kam problem, po familjari mund ta ketë problem. E jemi të varur në këtë sinxhir? Patjetër. Sa do ti dhe Ermali jeni open mind, ti shko në shtëpi dhe e ndjen prapë të presion? Patjetër, absolutisht që mund të ndjehet, se ç'a ndodh, unë mund të jem open mind, unë mund ta kuptoj botën e artit, po e zën familjarët e mi nuk e kuptojnë dhe sado që përpiqen të jenë aty për mua, në një pikë thotë që për mua kjo gjë s'është, se pranoj dot, nuk më pëlqen, më kupton sa edhe jo vetëm unë, po flas në përgjithësi, se me njerëzit që diskutoj apo dhe që ulemi e konsumojmë këto biseda, është njerëzit vazhdojnë dhe ndikojnë. Kemi përmirësim, absolutisht, por... Që ka Tirana më së shumti sa rrethet? Patjetër, rrethet janë absolutisht shumë keq. Unë di raste pafund të dëgjuara me histori konkrete që zonjat apo në fshat, domethënë, vazhdojnë vishen me fustanin shumë të gjata, me fustane të mbyllura, shikojnë akoma se nëse i ka lar zonja tjetër ato çarçafët më mirë se zonja tjetër. Nisi Meri që nga fjalia edhe Dare Bashodit. Nëse Meri do kishte veshur ngjyra sot, ti do vazhdoj dashurojnë gjyrat edhe ai ka lënë edhe aman e Timbiri, edhe unë tani do vi në studio, do lyhem pak, kam frikë se mos më shikojnë njerëzit, e kupton? Jo se kam frikë, prapë unë ndruhem, sado që jam femër e guximshme, e guxoj. Pra ti thua sado ti je hapa para, ti presionin dikon, është pashmangshme. Po, unë kam një motiv, unë nuk të gjykoj ty. Mos me gjyko mua, edhe nuk ndaj dhe them, as njeri nuk mbaj në goj, mos më mbaj dhe ti mua. Me te për që jemi të bindur të 4 tur që dhimbja nuk etiketohet me ngjyrat, e zënë të kuqe apo jeshile. Kam një shprehje për ty, më thuaj Meri nëse e dakord, shkojmë të shprehja e Merit e lexojmë turpin e Merit, si vjen turpo, nuk e di domethënë. Turpi Meri për ty është, turpi mund të mësoj të përshtatesh, por jo gjithmonë të jesh vetvetja. Nuk përshtatem dot. Unë jam tip që mund të zihem gjithë ditën me ty dhe unë do them atë që ndjej, nuk përshtatem. Se ke lëshuar kur vetën se ashtu duhet? Asnjëherë. Nga jeti Meri me origjinë? Unë me origjinë jam përmetare, po jam rritur Tepelen dhe e dashuroj të pjesë të shpirtit të Tepelensve, se janë, domethënë janë shumë të pastër në këtë drejtim. Okej, Brian, jam tek ty tani, Briani qeshin të shtoj. Brian, nga jeti me origjinë? Me origjinë nga Voskopoja, e Korçës. Okej. Lindur rritur në Vlorë. Ndihet Vlora, pra ndaj u toqe pak të Voskopoja, po Vlora ndihet në gjithë kohës. Shkojmë tek turpi në thonjza i Brianit, nëse e dakord ose jo, ma thuaj tani, të lexojmë shprehjen e fundit për të, çfarë ndjesie ke ti për atë çfarë shkruhet. Njerëzit që të bëjnë të ndihesh në turp, shpesh kanë interes të të mbajnë të heshtur. Është një mekanizëm kjo për të ulur tjetrin, për ta bërë tjetrin të ndihet më i vogël, më i pavëmendshëm. Pjesërisht po, pra për disa njerëz vlen kjo, po shumica e njerëzve që duan të bëjnë të ndihesh në turp kanë vetë turp. Interesante. Kjo pra e reflektojnë atë ndjesinë e tyre, e projektojnë. Përdoret shpesh si politik jo, të vënë në turp për të ndjerë i vogël, për të... Çunat e përdorin me njëri tjetrin, e kanë tjerë, apo janë gocat që përdorin si skemë? Përdorin, dhe çunat. Gocat më shumë, gocat. Ne femrat e kemi pak atë... Edhe çunat janë... Jemi pak egoiste, kurse meshkujt janë më të drejtë, janë më të mirë se ne. E vën gocat në turp njëra tjetër më shumë se sa çunat? Ka një betejë mes gocave? Në turp gocat nuk e vën shumë gocat, po çunat për shembull kanë to kodet e çunave se unë rri shumë. Se kanë vllane normalisht edhe shoqëria është gjithë kemi shumë dhe çunat e vën një tesë ngacmojnë, fillojnë i provokojnë dhe gjatë gjithë kohës përpiqen që të të vën ka i cepi atë që shikome çka ke bot ti e kupton? Edhe normalisht që vihesh në presion të turpit. Çfarë është për një lab akoma turp fare mes çunave? Turp është për një lab. Të bëhesh shumë i butë para një femre. Zakonisht. Si të vjen turp. Ta bëjnë më lepuj, ta e kanë në shprej, po më lepuj bëjnë. E beson të që thot njëri, bëni si të fort të dërzojni? Po shumica meshkujve që janë të fort publik në... Dërzojnë në shpi, hajtë se flasim, se duhet kemi punë sot. Meri faleminderit që ishe në program, faleminderit Brian, faleminderit Sara. Ne shkëputemi dhe rikthehemi pa turp në program pas pak. Faleminderit.